Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha se hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë tregon se Shqipëria po bëhet një faktor gjithnjë dhe më i rëndësishëm, por dhe se BE-ja po i dërgon mesazhe të fuqishme Ballkanit Perëndimor. Sipas këtij plani, Shqipëria dhe Mali i Zi duhet të jenë të parët që do të antarësohen në Union, por ai beson se kjo mund të ndodhë brenda 3 vjetësh. Shqipëria u zgjon si adresa e parë e zyrës së Parlamentit Evropian për shkak të ndikimit të Tiranës zyrtare, veçanërisht në 10 vitet e fundit, teksa Maliqi kujton se kryeministri Edi Rama ka mbajtur marrëdhënie të mira si me Serbinë ashtu dhe me Kosovën. Megjithatë, ai e cilësoi bashkëpunimin e tij me Albin Kurtin si më pak të përzemërt. Këto takime nuk janë më aq të përzemërta si më parë për shkak të konkurrencës pak më personale mes Kurtit dhe Ramës. Ndonjëherë Rama pozon si vllai më i madh, por dhe Kurti është pak i paparashikueshëm. Ai ka dashur dhe do që të ndikojë personalisht te fuqitë e mëdha, t'ju tregojë atyre se si duhet të sillen, pra t'ju jap mësime, por mendoj se ai duhet të qetësohet disi, deklaroi Maliqi, duke kujtuar se Rama që nga ardhja në pushtet ndërtoi marrëdhënie strategjike me vendet fqinje, si Greqia, Turqia deri te Italia, por dhe duke u përpjekur të ringjallë bashkëpunimin ekonomik në rajon. Së pari përmes Ballkanit të hapur dhe tani procesi i Berlinit. Këto janë 2 projekte shumë të ngjashme dhe Shqipëria ka qenë në krye të tyre, potencoi Shkëlzen Maliqi.